Ajo që nuk kuptojnë James Rubin, Wesley Clark dhe ndërkombëtarët të tjerë, është që Thatchi ishte jaftë të maskonte atë çka po ndodhte në realitet. Dhe kjo ndikoi në botkuptimin e tyre për të kuptuar vërtet se si funksionon TUÇK-ja. Veçanërisht Rubin dhe Clark treguan që nuk ishin kurrë interesi për të kuptuar çfarë ndodhte në realitet. Dhe besonin se puna e tyre ishte në anën e duhur të historisë dhe nuk u përballë me atë çka po dëgjon tashmë ky trup gjykues dhe për të cilin do të marrë vendimet përkatëse. Vendimet e tyre në fakt nuk ishin as në përputhje me standardet ligjore ndërkombëtare sa i takon kontrollit efektiv. Kryekomandanti i identifikuar i UÇK-s mund mos ketë qenë në gjendje të ushtrojë komandën sikurse ushtrit e Shtetet e Bashkuara apo NATO-s. Pas nuk kishte nevojë ta bënte këtë gjë. Paragrafi 613 i dosjes son flet për shumëllojshmërinë e hierarkive, të cilat janë të mjaftueshme për të konstatuar përgjegjësinë e prore sipas të drejtës ndërkombëtare humanitare.